Blerja e një banese në Shqipëri kërkon mesatarisht 15.7 vite të ardhura të plota nga paga mesatare, pa llogaritur shpenzimet e jetesës dhe taksat. Këto të dhëna të publikuara në raportin e fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për periudhën 2010-2023 e rendisin Shqipërinë të tretën në Europë për hedhjen mes pagave dhe çmimeve të pronave. Sipas raportit, vetëm Monako dhe Serbia ka një diferencë më të lartë mes fuqisë blerëse të qytetarëve dhe kostos së banesave, ndërkohë në disa vende të Ballkanit Perëndimor, si Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ky tregues ka ardhur në rënje gjatë viteve të fundit, ndërsa në Shqipëri, pas vitit 2015, tendenca ka qenë në rritje të vazhdueshme. Raporti OKB-s thekson se përballueshmëria e banesave në Shqipëri është përkeqësuar ndjeshëm, pasi çmimet e tregut të pasurive të paluajtshme janë rritur me një ritëm më të shpejtë se të ardhurat e familjeve. Përveç kostos së lartë të banesave, raporti ngre shqetësime dhe për kushtet e strehimit. Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në Europë për sigurinë e strukturave të banimit, me rreth 80% të popullsisë që jeton në banesa të konsideruara të sigurta dhe të ndërtuara me materiale të qëndrueshme. Një tjetër problem i theksuar është mbipopulimi i banesave. Sipas të dhënave të OKB-s, rreth 58% e popullsisë shqiptare jeton në banesa të mbipopulluara. Sipas standardeve ndërkombëtare, konsiderohet mbipopullim kur në një dhomë jetojnë më shumë se 3 persona. Me këtë tregues, Shqipëria renditet e parafundit në Europë vetëm pas Malit të Zi, duke reflektuar presionin e lartë mbi tregun e banesave dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar një strehim të përballueshëm dhe të denjë.